se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikuan dikur lulëzimin e heroinës afgane, të cilën e destinuan për Iranin dhe Rusinë, dhe çfarë po bën Kina vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara lidhur me drogën. Pas pushtimit amerikan në vitin 2001, prodhimi i opiumit në Afganistan arriti nivele rekord, duke mbuluar më shumë se 80 apo 90% të furnizimit botëror. Ajo që synonte dhe dëshironte Amerika në atë kohë, sipas një agjenti të CIA-s, ishte çuarja e heroines në Iran dhe Rusi, shtete që përballeshin me probleme të mëdha sociale, por edhe politike siç të gjithë e dimë. Shumë analistë argumentojnë se Shtetet e Bashkuara lejuan kultivimin e heroinës për të siguruar mbështetjen e udhëheqësve vendas lidhur me luftën që po bënin talebanët. Rrjedha e drogës në Rusi dhe Iran krijoi probleme të mëdha sociale dhe kriza të shëndetit publik në këto vende. Ish oficeri i CIA-s dhe një operativ i njohur ka folur për strategjitë cinike të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Në atë kohë, logjika e varësisë destabilizuese përdoret shpesh si formë apo mjet mes të cilit superfuqit do bësojnë kundërshtarët e tyre nga brenda. Edhe pse linja zyrtare e Shteteve të Bashkuara ishte lufta kundër drogës, rezultatet në terren tregonin të kundërtën. Ndërsa sot, Shtetet e Bashkuara po përjetojnë krizën e tyre, e cila konsiderohet më e keqja në histori. Kjo është kriza e fentanilit në Amerikë, që konsiderohet si një nga krizat më të këqija të shëndetit publik në historinë e vendit, me shkallë vdekshmërie që mbeten në nivele historikisht të larta, pavarësisht shenjave të fundit të deeskalimit, me masat e forta që po merr presidenti Trump në ndalimin e narkotikëve. Fentanili është 50 herë më i fuqishëm se heroina. Ndryshe nga heroina, e cila është bimore, fentanili është sintetik dhe importohet kryesisht përtej kufirit jugor, me lëndë të para që shpesh vijnë nga Kina. Është shkaku kryesor i vdekjes për amerikanët e moshës 18 deri 45 vjeç. Më shumë se 70 deri 80.000 njerëz vdesin çdo vit nga mbidozat e opioideve vitet e fundit, ku shumica përfshin substanca sintetike. Të dhënat e ndërmjetme treguan një rënje të ndjeshme të vdekjeve nga mbidoza në vitin 2025, krahasuar me vitin 2024, duke ju afruar niveleve para pandemisë, por duke mbetur ende jashtëzakonisht e lartë. Kriza nxitet nga prodhimi i paligjshëm, kryesisht me kimikate nga Kina dhe prodhim në Meksik, dhe kështu shtohet kontrabanda, me fentanilin që përzihet me droga të tjera, shpesh pa dijeninë e përdoruesve. Kartelet në Amerikën Latine e kanë kthyer në përparësi të kontrabandës fentanilin, me të cilin furnizohen nga Kina dhe e fusin në Shtetet e Bashkuara. Fitimet duket të jenë kolosale. Shumë vëzhgues shohin një ironi tragjike që vendi i akuzuar për përmbytjen e rajoneve të tjera me opioide, Shtetet e Bashkuara pra, tani po vuajnë efektet e një drogë sintetike edhe më vdekjeprurse, që futet në Amerikë nga Kina, mes vendeve të Amerikës së Jugut. Ky është një fenomen që ka dilluar kryesisht pas viteve 2010. Kalimi nga heroina organike në fentanil sintetik ka ndryshuar peizazhin e drogës, duke e bërë trafikimin më të lehtë dhe mbidozën shumë më vdekjeprurse. Pavarësisht rënjes së vdekjeve kohët e fundit, gjendja mbetet një epidemi që prek komunitetet amerikane në të gjitha shtetet dhe me të cilën presidenti dhe administrata e tij po bëjnë dhe do të bëjnë një nga luftrat më të vështira. Mast Channel. Please subscribe.